Tani, futemi në pjesën që mundet ju interesoj më shumë. Vetëm një moment. Si të bëjmë përquaj nga $1,000 deri në $4,000 në muaj. Atëherë, fillimisht duhet të dim diçka që unë do e shpjegoj për një account dhe më pas, domethënë nëse unë e shpjegoj për accountin $1,000, thjesht pjestojeni për dy që të nxirrni llogaritë e accountit $2,000. Kështu $50,000. Vetëm një moment, e bëjmë kështu, më mirë. Përdorim llogari 100k Funding Pips Pro Model. Kemi qasjen agresive dhe qasjen jo agresive. Dhe tani siç tham, duke marrë parasysh dhe për qasje jo agresive dhe qasje agresive. Atëherë, për sa i përket qasjes jo agresive, risku për trade do jetë 0.5%. Dhe për qasjen agresive, risku për trade 1%. Por kjo nuk është gjithçka. Çfarë duhet kuptojmë tani? Për sa i përket Funding Pips Pro Model, duhet të dimë që kemi daily drawdown 3% dhe total drawdown 6%. Dhe kjo është arsyeja pse unë preferoj më shumë qasjen agresive se sa qasjen jo agresive. Pse? Fillimisht këtu, domethënë unë po e vendos diku këtu, duhen 12 tregti radhazi që të bësh bridge accountin ose ta djegësh accountin. Ndërsa këtu do duhen 6, pra me 1%. 6 tregti. Kjo është më e sigurta, sepse nuk ndodh në histori që të kesh 12 tregti radhazi humbje me këtë strategji, e cila ka kaluar në 4 backteste, do kaloj dhe në backtestet tuaja dhe maksimumi që do humbisin do jetë 2 radhazi. Ja maksimumi 3. Maksimumin qofse të kapin edhe emocionet e tjera. Por dhe 6 tregti radhazi nuk ka për të ndodhur ndonjëherë. Kështu që kjo është arsyeja pse unë fokusohem më së shumti tek 6 tregti radhazi. Pse? Sepse ne na duhen 2% deri në 4% në muaj, ose 2 deri në 4 tregti fitim. Kur them 2 deri në 4 tregti fitim, duke hequr humbjet, që do me thënë nëse
ne humbasim një herë do na duhen 3 deri në 5 tregti fitim. Nëse humbasim 2 herë do na duhen 4 deri në 6 tregti fitim. Por po marr shembull, po marr rastin më të mirë që është 2 deri në 4 tregti fitim. Dhe të na duhen, do me thënë, këto do jetë akoma më e lehtë që ne të bëjmë, do me thënë, tregje çdo javë, sepse Funding Pips Pro Model të jep, do me thënë, të jep mundësinë të tërheqësh 80% të fitimeve çdo javë. Dhe tërheqjen mund ta bësh vetëm nëse profiti është 1% ose më shumë. Okej. Dhe tani çfarë ndodh? E mira është që ne të rrezikojmë 1%, që sapo të dalim profit, të presim për tregje. Që do me thënë, marrim muaji ka 4 javë, java e parë, java 2, java 3, dhe java 4. Pra, muaj ka 4 javë. Dhe, si thash, në momentin që ne rrezikojmë 1% për tregti, na duhet një fitim, dhe nëse fitimi do jetë i pari, ne thjesht presim për tregje për të shkuar tek java e dytë. Pra, vetëm nëse koncentrohemi për të kapur tregti me kualitet në bazë të kësaj strategjie, me strukturë të mirë, në zona të mira, të kemi një shans për të kapur që tregtin e parë, fitim të parë, sepse do ishte shumë gjë e mirë, do na ndihmonte shumë, do na ndihmonte jashtë mase shumë, sepse thjesht do prisnim të bënim, do me thënë, një tregje. Pra, presim për tërheqje. Presim për tregje. E gjitha është, do me thënë, kjo gjë. Çfarë mund të ndodhi, që mund të jetë e zakonshme, është që të keni humbje dhe të keni fitim. Shkoj java me 0, iku java e parë me 0. Ose mund të keni humbje fitim dhe bëni prap tregjen. Pra, prap është e suksesshme java e parë. Të zakonshme se çfarë mund të ndodhin, pra rastet e zakonshme që mund të ndodhin nga java në javë. Çfarë mund të ndodhin? Që janë skenaret më të zakonshme. Skenari i parë është që ne dalim fitim dhe normal që bëjmë tërheqje. Skenari i dytë është që ne dalim humbje dhe fitim dhe e lëm me kaq, pra jemi në 0. Tjetra është që mund të dalim humbje, fitim, humbje dhe do jemi 1% minus. Dhe tjetra do jetë që do dalim 2 herë humbje, që zakonisht nuk ndodh, po ne normal që do ta marrim parasysh. Vetëm një moment.
Pra, kjo është skenari më i mirë, sepse bëjmë fitimin, bëjmë tërheqjen, iku 1%, siguruam një 1%. Në qoftë se kemi humbje fitimi jemi 0, dhe në qoftë se do humbasim, do me thënë, do fitojmë dhe do humbasim, do jemi minus 1%. Po mund tjetë edhe që do humbasim, do fitojmë dhe do fitojmë, do bëjmë përsëri tërheqje. Kjo humbje nuk është e zakonshme, thjesht po e marr parasysh, do me thënë, po e marr parasysh si skenar që mund të ndodhi. Dhe ne kemi në dispozicion 4 erë si kjo, që të bëjmë, do me thënë, 2 deri në 4%. Thjesht imagjinoni, nëse ne jemi të vëmendshëm dhe fokusohemi që ta nxjerrim fitim, tregtinë e parë çdo gjë bëhet e lehtë. E bëjmë tërheqjen u mbyll. Iku. Presim javën tjetër. U mbyll iku, nuk kemi më punë ne të merremi. Dhe në qoftë se del humbje fitim, kjo më ndodh më së shumti, ose fitim, çfarë më ka ndodhur mua më së shumti, ose fitim dhe pres tërheqjen, ose humb, bëj 2 fitime dhe pres tërheqjen. Kjo ka ndodhur shumë herë edhe në faza, edhe në fundit. Në të dyja rastet. Dhe kjo do jetë skenari më i mundshëm. Gjithmonë, çfarë duhet bëni? Fokusohuni që tërheqjen, do me thënë që tregtinë e parë të javës ta keni shumë kualitative. Që do me thënë të jemi me vërtet në një zonë të rëndësishme supply ose demand, dhe refuzimi të jetë i bindshëm, sidomos dhe logjika si thash para refuzimit, ato 1 orë, 2 orë të para, plus mos ketë lajme, do ishte më e mira e mundshme. Do me thënë, kjo është shumë e rëndësishme, sepse mos përzihesh me ato lajme që mundet ta prishin analizën, mund të mos respektohet zona supply ose demand. Duke bërë këto, ne do kemi mundësinë që të paktën 2%, ka raste që mund t'i bësh 2% 2 javë e para edhe 2 javë e tjera, thjesht s'do të stresohesh, s'tregton fare. Kjo është mëse mund të ndodh shpesh, e kupton? Kështu që kjo është ajo çka duhet të bëni, nëse doni të bëni, do me thënë 2 deri në 4%, ndërsa për sa i përket qasjes jo agresive me 0.5% risk, normal që do me thënë vështirësohet situata për të bërë 4%, jo për të bërë 2%. Po për të bërë 4% vështirësohet sepse duhet jemi 8 tregti plus, përveç minuseve. Dhe ne e marrim kështu, për rastin e qasjes agresive. Pa e marrim javën, është Monday, Tuesday, është e marta, është Wednesday, Thursday dhe Friday. Atëherë, pa e marrim parasysh sikur ishte një ditë koti, e hëna dhe ne humbasim. Sipas backtesteve të strategjisë, ne të martën mund të nxjerrim fitim, do me thënë, duke u bazuar më së shumti tek win ratio, pra që është 60 deri në 80%. Ne zakonisht në 5 ditë tregtimi 2 do humbasim, 3 do fitojmë, dhe skenari më i zakonshëm që ndodh është ky. Sepse strategjia zakonisht na dështon, siç thash, në të hënë dhe të premte. Por të martën me kur të enjte kemi
fitime të mira. Pra, minus 1%, dhe këtu jemi minus 1%, dhe më pas në këto të tjerat 1% plus, dhe 1% plus, dhe 1% plus. Pra, kjo mund t'jetë vlera që mund na ofrojë çdo ditë me probabilitetin duke u fokusuar tek win ratio dhe duke u fokusuar te ditët më të mira. Se s'është e entja e mirë, për është e premtja e mirë, tjetër gjë, unë po marr të zakonshme. Dhe thjesht u mbasim, fitojmë një, shkojmë në 0, fitojmë jemi 1% plus, këtu ne bëjmë tërheqjen edhe themi ciao. Pra, bëjmë tërheqjen. Edhe sikur çfarë do lloj gjëje të ndodhi dhe çiftet të na japin, domethënë, çiftet të na japin mundësi çdo ditë në mos euro pound e euro CF, ne mund ta bëjmë tërheqjen që të mërkurën, nëse kemi fatkeqësisht humbje ditën e parë. Kështu që ky ishte një lloj jo teorie ose imagjinate, por një lloj qasje, edhe një lloj shpjegimi se si ndodh zakonisht me këtë strategji dhe me këtë lloj të menaxhuarit të riskut, për të bërë këtë shumë lekësh. Dhe vetë do e kuptoni pas backtestesh edhe provash që do pak a shumë kështu do shkoj. Në këtë lloj cikli do shkoj dhe tërheqjet dhe humbjet dhe fitimet. Kështu që ishte video e parafundit, e cila është shumë e rëndësishme, sepse ka të bëjë me një investim që kthen, domethënë, ti e ble $50, 50.000 lekë shqiptare kursin, ble dhe domethënë $400 funding pips pro model, dhe mund të nxjerrësh lekët që në tërheqjen e parë të komplet investimit që bëre. Kështu që është shumë okay si gjë. Kështu që shihemi në videon e radhës për t'ju treguar disa shembuj të psikologjisë në çarte për sa i përket candlave ose qirinjve.